Sot, turizmi është një nga sektorët kyç në Shqipëri. Flasim shpesh për turizmin e qëndrueshëm dhe standardet në turizëm. Por çfarë do të thotë kjo për një biznes apo punonjës? Për më shumë, le të dëgjojmë Kristina Fillin, një mbrojtëse e pasionuar e turizmit të qëndrueshëm. Kristina punon ngushtë me bizneset lokale në Gjirokastër për të promovuar përvoja autentike dhe rritje të qëndrueshme e biznesi. Përmes punës së saj me Visit Gjirokastra dhe Caravan Horse Riding, ajo ka dëshmuar nga afër se si ndryshimet e vogla mund të sjellin ndikim domethënës në turizmin e bazuar në komunitet dhe promovimin e rajonit të Gjirokastrës si një destinacion. Ajo është një model frymëzues për rajonin e saj, por është edhe personi që bën bashkë njerëz nga institucione të ndryshme për një qëllim të përbashkët, promovimin e destinacionit nga këndvështrimi turistik. Mirëdita, faleminderit. Nuk e prisja fare në fakt. Në fakt, pasioni im janë kuajt, edhe ky është një nga kuajt e mi të parë. Kur nisëm, dua t'ju them që në Gjirokastër kishte vetëm një hotel, edhe sot ka rreth 600. Kështu që kur ne nisëm, nuk mendoj që dikush do vinte në Shqipëri. Do me thënë ishte një ëndër kështu, do me thënë jo ëndër, ishte gati iluzion të mendoje që dikush do vinte. Megjithatë njerëzit erdhën, e njohën Shqipërinë ngadalë, jo vetëm për sportet si kalërimi, por edhe për aspektet të tjera. Ne kemi pas një mbështetje të pachmueshme nga Risi Albania, jo vetëm për të mbështetur këtë ide, por për të mbështetur një ide më të gjerë, edhe vim nga praktika, jo vetëm unë, por edhe kolegët e mi që vazhdojnë të jetojnë në jug, nga praktika që për momentin dukeshin shumë sfiduese, gati të pabesueshme, por tashmë janë duke ndodhur edhe mund të vizitoni tashmë një rajon të bukur që ofron shumë për të gjithë, që e ka të i kaluar le të themi pozicionin e një destinacioni thjesht kulturor, po që shkon për te i ti dhe merret tashmë me aventurën, ofron aktivitetet në natyrë, ofron shumë njerëz për të takuar, shumë pamje autentike, jetë rurale, edhe një rajon shumë dinamik. Ka qenë shumë e vështirë dhe duhet besoje tek gjërat. Kam përshtypjen se nëse njerëzit nuk bëjnë atë që duan, nuk da gjejnë kur veten. Ka shumë njerëz që kanë pasion dhe ndjekin gjërat që duan në atë rajon, si kudo. Megjithatë, jam këtu në përfundim të këtij programi për të shprehur dhe mirënjohjen për Risi Albanian dhe të gjithë ata që besuan tek ne për Helvetas, sepse i dhan frym diçkaje që dhe ata duhet ta kenë pas shumë të vështirë për ta besuar. Po ju them që gjatë pandemisë, për shembull, kishim 0 vizitor në rajon dhe ne vendosëm në atë periudhë t'ju tregonim atyre të paktëve që po vinin fytyrat e njerëzve kë do takonin në rajon. Edhe sollëm një bletëritë, sollëm dikë që gdhënte drurin, sollëm një artizane, sollëm dikë në fshat, sollëm jetën e vërtet, sollëm diçka që ishte qëndrueshme e thjesht, jo në nivele shumë të larta dhe në standarde që do me thënë ndoshta do të duhet të ishin kohës, megjithatë ishte starti i tyre dhe filluam tregonim portretet e tyre dhe ata e ndjen veten mirë, madje edhe zërat e tyre dhe filluan të vizitoheshin njerëzit pak nga pak, duke si një gjë shumë e vogël. Tashmë ato që ishin biznese fare të vogla, madje pa nipt, tani kanë nga një nipt secili, edhe ndoshta nuk kanë bum vizitorësh dhe nuk do donim kur t'i shikonim me këtë bumin e vizitorëve, sepse ato vende duhet të jenë autentike, edhe duhet të kenë grupe të vogla, dedikuara, duhet të kenë klientë që ju mbajnë mend emrat, edhe kështu po ndodh në fakt. Ka nevojë për më shumë suport, po a doni të ndaj me ju thot një lajm për shembull që për ne ishte shumë emocionues. Dje Planet Terra mori vendimin që të mbështesi fshatin Lazarat si komunitetin e 23 në Europë, i pari në Shqipëri, për të ngritur eksperiencat që ne nisëm. Edhe kjo për ne ishte një ngjarje që do me ishte pabesueshme, do punojnë ndër vite me ta për të sjell 20 eksperienca nga i fshat dhe për t'i lidhur me tregun, me kompani të tjera nëpër Shqipëri që të mund t'i shesin. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur që ka ardhur pasi ka nisur një punë. Edhe kemi qenë shumë të lumtur me këtë ngjarje, edhe me besimin që i dhan këtij komuniteti që kishte një lloj stigme mbi vete dhe ishte tërësisht i pavizituar nga askush.
Kështu që ne devijuam vjet atje turin ton me kuaj dhe nuk e besonte njeri se sepse po hynim në Lazarat me kuaj, ndërkohë që s'kishte asnjë vizitor dhe sapo fshati, gjithë fshati e pa që ne kishim vendosur që do ta ndanim këtë me klientët, i gjithë fshati ishte mbështetës i kësaj gjëje dhe vendosën të hapin bujtinat e para dhe të bënin gjëra në funksion të turizmit, sigurisht që nuk din si t'i bëjnë, por do kenë një suport disa vjeçar që të dinë si t'i bëjnë dhe të dinë si t'i shesin dhe të kemi një shfryrje të fluksit nga Gjirokastra në Rethina. Uroj që të pasohet nga shembuj të tjerë, edhe nëpërmjet u zgjodh një tjetër komunitet. Këto janë 2 komunitetet e para në Shqipëri. Atje është grupi i grave që merren me likot lokale dhe ajo është një gjë shumë e bukur, shumë emocionuese. Po ju them që në rajon, fal edhe mbështetjes, fal besimit, fal njerëzve që besuan te vetja dhe tek ajo që më e bukura e tyre, kemi eksperjenca tashmë autentike dhe kemi komunitete që po përpiqen t'i japin frym një lloj tjetër turizmi të bazuar te komuniteti dhe që i çon të ardhurat gjithandej. Atje ku do shkojnë vizitor, pak më tej hapet një njësi shitjeje, pak më tej kemi bletëricin, pak më tej kemi një eksperiencë prap shumë të bukur të shijimit të qumshtit të gomaricave dhe gjithnjë dhe më shumë njerëzit janë të qasur drejt këtyre eksperiencave që janë dhe eko, edhe rurale, dhe pranë njerëzve. Kështu që shikojeni këtë destinacion si një destinacion që nuk është pro turizmit masiv, sepse duhet jetë diku tjetër, por është pro turizmit autentik, edhe patjetër që do më shumë mbështetje, nëse ka njerëz që dëgjojnë këtu dhe nëse interesohen, ka shumë njerëz në rajon që kanë pasione dhe duan mbështetje për ta mbajtur profilin të qëndrueshëm, për të sjellë të ardhura, jo për t'i bërë ekstremisht të pasur, por për të sjellë të ardhura që t'i mbrojnë këto vlera, për të nxjerrë në pa artizanatin, tezgjaun, kafen e gurit, për të nxjerrë në pa recetat autentike të gatimit, për të evidentuar jetën në fshat, për të treguar njerëzve sa e bukur historia ca njerëzve që jetojnë lart në mal dhe duan të jetojnë po atje, se si ata ja dalin në dimër e tjerë. Ka shumë njerëz që duan të udhëtojnë me këtë koncept dhe të mbështesin njerëz të tjerë. Kjo ka qenë filozofia jo vetëm e imja, sepse kjo është një ëndër personale me kuaj, po filozofia e Visit Gjirokastrës, që është një DMO dhe tashmë një DMC gjithashtu krahas asaj që i liston të gjitha këto eksperienca. E di që kam vetëm 5 minuta kohë, kështu që besoj që më kam mbaruar koha. Ju falenderoj shumë që më dëgjuat.